m'ja dhon një kompliment juve. Hajde mos i vesh. Ja, për shkak me të spresim për komplimente. Hajde se kena po. Ha, çka ka kompliment? Çka jena? Jo dët. Një që ka një kofsh me trandafila të bardh. Çka je bre të thon? Po në mes të trandafila të bardh. Gjindem 2 trandafila të kosh që dallojnë nga të tjerët. Gjivin e mirë gofshi. Hajde kalofsh mirë, faleminderit shumë. Hajde. Hajde. Trandafila ka për mua, për kofsh është për ty se pas ke këmishën sot pak. Me kofsh jo me lule e kam, sa ta për të shato. Bashkë me trandafila po dohet. Me trandafila vetë po muj kështu me brejtse po. Po Minimax e ka pyet një ditë në Zoja, aty tha ku e ke blesh majic. E I thashin Minimax. Ai majica e bardhë që pëlqej mua garantisht ato ka pyet çu tash Minimax. Si majica kajak festi do ke. Atë pëlqej ke me ato vizatimet e me. Në Minimax aty shkoj aty veshëm edhe unë edhe Fiona dhe Kreçka na shini vesh në Minimax edhe mundeni online nëse doni me I ble. Që e radhës telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Shumë bukurie. Përshëndetje, kush na telefonon? Alo. Agimi koka. Agim apo më dëgjon? Po Fiona, Agimi. Se kesh tu fol derisa u prezantove edhe nuk mujta me dëgju kush është. Ç'është Agim, a je mirë? Mirë, faleminderit Fiona, ju? Mirë, faleminderit shumë. Tregom ti çka mendon që nuk e plak njeriu. Unë mendoj Fiona, edhe çfarë është, unë jam një që I besoj vetes, mos pari. Po, vetbesimi, okay. Edhe dyta, nuk jam xheloz, edhe nuk xhelozoj asnjë. Po thu që xhelozia e plak njerin, a? Vallai, unë kjo mendim jam e besoj se njëri që është xheloz ai nuk jeton shumë se. Po dhe se ndërlidhet tani me ato që tham I këshyr punë të huaja, se ti përdërsa jetu xhelozu, jetu I këshyr punën e dikujt tjetër, e xhelozon jetën e dikujt tjetër, edhe tani janë nis dalin rrudhat. Plakët shpirti, plakët mendja. S'është kisha me falenderu, mas pore nusën, se u mru shumë, edhe e ruj shumë, nuk xhelozoj se jem shumë tafel. Okej. Edhe kështu kisha me falendëru krejt familjen edhe shoqërinë, po të kallzoj mu xhelozia nuk plak nëse. Okej, përgjigje interesant. Faleminderit Agim. Ju përshëndes ty edhe Arsimin. Faleminderit edhe na të përshëndesim. Mirë jemi, faleminderit. Faleminderit Gimo. Javë të mbar. Kaloni mirë të dhe atë. Faleminderit gjithashtu. Për ndryshe vetura e mirë, domethënë që ka garancion gjatë edhe ajo nuk plak. Sepse po shumë shpesh kur të bleni veturë. Po dyshim Jo ndo vetura që të plakin para kohë. Domethënë që do të marr shumë nejt me I bën mjeshtrit dosta. Veç nervat që ti prish boll. Kështu që nëse doni me pas një veturë që mos mu plak, edhe ato mos më ja bajt gale, mos më menu për atë veturë për 10 vite, shkoni te Toyota, keni shumë modele në ofertë. Unë po do m'ju tregu për Toyota RAV4-shin, një veturë super e mirë, është 2.5 hibrid. Tash kur po them 2.5 dikush do të jo, nuk shpenzon se është hibrid, kështu që është një super veturë. Mundni më shku me testu tek Auto Trade, edhe keni mundësi për me ble përmes secilës bankë, domethënë me bë me koste 10 vjet krediti, 10 vjet garancioni, çfarë tani hajt ditën e mirë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Arsim, Fiona, Mirveti. Përshëndetje, mirëgatësi, si kalon? Mirë, faleminderit ju, ha jeni mirë? Mirë, faleminderit, u kthym në YouTube sa për informat. Çysh e ke pas ditën sot? Mirë, është nxehtë edhe kënena mirë. Është nxehtë aty, është shumë, është tamam. Është shumë, edhe këto është një nxehtë I ranch, me thon veç. Lakshtia e ajrit tani kënej. Hajde mirë vetë tregom çka nuk të plak ty. Pozitiviteti, mendimet e këqija I largoj, optimizmi, mendoj, edhe këmbarët që ndihesh, mundi mene e re. Okej, do më thonë pozitiviteti nuk të plak. Batirin e përshkrujti. Po më vjen mirë, se kesh të menu, faleminderit shumë, kesh të menu, do më thonë, po, për batirin edhe për plot do njerës që adin zdokën sa vjet I kanë, jënë shumë pozitiv. Më thonë, adin I marrin sanët kështu, po I marrin sanët. Hajtë më dhe ta njevë shatë njërën, qysh me lëshu në leroj, mirëve? Ka një herëcim nëse na I këshim shpërfaq në dukjen tonë, qka ndjejna, ka një herë isha duk si 80 vjeqare. Nështë ta duk në najherë, po... Jo më çfarti. Fatmirësisht që dukja jashme nuk komunikon qaq mirë me pjesën e brendshme, po me kalimin e kohës.
Po e presim tjetrën telefonat 079-978-978. Ani, derisa të vjen tjetra, mos harroni me vizitu Enzën, Enza Home në Çaklavice. Keni për ju që jeni të mendu për me rifresku shtëpinë me mobilje të reja, ose ju që po hyni në për shtëpi të reja, në për banesa të reja. Kjo është koha ideale me shku te Enza edhe me vizitu showroomin e jashtëzakonshëm. Po përveç mobiljeve që i keni nga A-ja deri te Z-ja, e keni edhe linjën Yatash Bedding, ku keni dyshek të jashtëzakonshëm, po ashtu përfjetje edhe gjithçka tjetër që ju nevojitet edhe për dhomën e gjumit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Osman, si je? Mirë, faleminderit. Apo të mundoni nxehti? A i ki freskët? Jo, freskët e kam. Freskët, mbjen mirë. Çka mendon ti që nuk e plak njeriu, nëse ty në këtë rast, çka mendon që nuk të plak? Dertet e tjerëve. Nëse nuk i mon dertet e të tjerëve, a? Po. Okej. E ti a je person që nuk e ban dertin e tjetrit? A mundohesh paktën? Gjama në shqiptar që të interesojnë dertet e tjerëve. Pak, bile, pak. Okej. Zita me thonë, mu të më interesojnë hetë. I ki dirtet e tua, është mjaft ferm. E vërtet. Po, gjama në shqiptar, po thonë. Qëta të rethi tem isha mënu me ta propozu t'i kam pa. Mos të s'bjem mirë. Nuk e kam na një. U kry. Cimin? Valla si gjatë dhëm. Bol mu që ma ma ngojlen. Mos e bollim plak atin me këshë me kon pun. Osman, të përshëndes. Po jeri nu, mare, jeri nu. Ajde të falimderit, të përshëndesim. A pishes se s'na përmen ide që ta shkërkosh, po shpresojmë deri në fund se po mos e përmen bre, se do më thonë menje për fillimit e bota. Tash atin kolekt e mirë nuk të plakin, kur ti ki kolekt e mirë, shok të mirë, nuk të plakin, po me bo me ronë shëshni mos vet. Po do me thonë që se plak ti tu nejt me mua? Jo, do me thonë met, nuk e di, a kështu nashta trupi. Kom thy 10 vjetë për mas. Po thua, jena bo më shatarë. Alo, përshëndetje. Alo, okej, hajde Viber, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Gjyshja, shoje. Ku je gjyshe? Gjyshe, kur të bosh gjyshe, dhe më thonë s'ki qora po plok, ha? Jo bre gjyshe, se ka dhe gjyshe treja. Kom treja, valla gjyshe. Jo gjyshe, ka gjyshe treja, thujnë bile bashkë që tash që u bona gjyshe, po nina mirë. Ja, la ku ti bëj 70 arsime për pjetë, ja, s'ka mu. S'po di që ka me thonë, po shpresoj me arrit që ato nëse i arrit tani telefonoj dikon edhe tregoj. Ej, kur ti bën të vjetë mija, o s'ki qora po plok, për s'ki kam ja mojtis. Po i gjyshe, s'ka nuk të plak, tregona s'ka nuk të plak, se s'ka të plak e dina. Unë një me hareshme, nuk më plak, shëndetin me pas mirë, familjen, edhe më menu mirë, se ka njëherë nuk menuj, ma din se jenë ato sene, se s'ki qore pa i kundodhin të do sene, shëndeti, mirësia, dashuria. Shëndeti i mirë edhe dashuria nuk të plakin. Okej, po e lojna se s'pe marrën listën krejt. A tregoj një fjallë popullore. Hajde tregona një popullore të vjetër. E kish pa thonë njonit. Hajde, që kë njonit. Që shie ka thonë me 2 ka thonë jem kon me 2 dhe jem bo me 3. Pedent ashtë 2 koma dhe shtaka. Po. Edhe i ka thonë... Dhe shatë së është për ty kjo, po? Që shumë e largë, që shie me largë, ka thonë o largë jem kon nga t'jem marë, sytë. Po, e kuptova dhe këto, largu kom, po ju ka afru venit atje. E mroma, e prisnia, që s'ki qore po flok, i ka thonë shka koje bjesh të oresh. A përdojnë flok, ka thonë vaktin e ka. Dhe më thonë që s'kem qore po flok. Jo, normal. Vesh mu plak mirë, ne kem rodin nuk plakëm, po ta shte arsim, që të shoh në ty, që të shoh, ti s'ki mu plak. Ja vë s'fati, unë e mu plak, unë e mu resh nashta, adin ka flakt, a mo kështu mu plak, ja, akor. Me men, jo. E ki këtyrin, e ki fatën, asë Fiona nuk ka mu plak, se është me rëd. Ja, Fiona hitë se esh, do më thonë. Me men. Valla gjyshe që shmonona mu kujdes për shëndetin, për lifestyle-in. Për deri sa është me mu që të nuk plakët, qatë moment që nuk është, nuk të garantoj kur gjo gjyshe. Se bethu me ironi kështu? Po për me e thash. Se thash me ironi. Kam që me full me juve. Po e di e gjyshe, po ka plëtë që po dojnë. E dinti që menja nuk plakët kur? E vërtet është, më varet që është dërë me plakë menja. Po thojmë plakë me met e fmive umit. Qa ty, e kum nalë. Me men, a disa e me men, 40 vjeqare. Mos ka po me livrit.
Mi pas thon dikuj na do më kolon, apo nëse doni mos mu plak kolon, shkoni e merrni një vesp, edhe i ikni kolonës. Na van rrut pak. Shkretit. Po çush jo kret më nervoz kështu në kolon. Plus i nxehti që është hyron dritari, inshallah janë tu vendosë spjef. Çita me tash me motorra. Ju e kanë rrudha ca ke po ta bëm kështu fryma, ës. Drejton pja e kuros. Ventoro Motors by Automita. Shkoni e bleni motorin deri në 125 kubik edhe benzinën e keni për një vit pa pare. Për një vit pa pare ju mundson Ventoro Motors by Automita. Atje mundeni me shku me i pa këtu super motora. Para se me marr telefonatën e radhës, po shkojna deri në Albi Mall shpejt. KTV. Por kthehemi edhe një në Glam Radio në KTV, në koa.net, glamradio.fm dhe në YouTube Glam Radio 86 për juve që doni me na ndjek edhe përmes YouTube-it, ose mas orës 18 mundni me pa emisionin, po është emisioni i plot. Për ndryshe zhurmë me çto? Jo, s'ka lidhje, lejohet domethënë këto rrethona lejohet edhe zhurma e Fladicës. Ju që jeni në komunikacion edhe njerëp ju rikujtojmë na dërgu foto, na tregu nëse ka pjesë ngarkuara apo shihet pjesa dalja e fushë Kosovës në drejtim të zonës industriale. Për në Prishtinë ka kolon në këto momente, rruga Tirana po mbetet e ngarkuar për dekreti brapa stadiumit Fadil Vohri. Mos harroni me vizitu Petrol Kompanin, me i marrë derivatet më të mira me çmimet më të mira, dhe me u bë pjesë e lojës shpërblyese, secili mbushje në vlerë mbi 10 euro, ju bëni pjesë e lojës shpërblyese që ka shumë shpërblime, ka udhtime, ka vetura, etj. Ja fion telefonata që po të pret. Faleminderit. Alo, përshëndetje, telefonata. Po, alo, përshëndetje. Faleminderit, kush na përshëndet? Vol Prita, ku vjen një sa, një 4 minuta. E kemi pas një shkputje shkurt marketingut. Na e fal në shta. Na shta s'ka me nejt në kom. Andjell. Jo, ullja. E mirë. E qaq. Hajde të regom kush për na telefonon mas pari. Po, Njazia, jam pizit. Hajde Njazi, qysh je? Mirë, falemderit. Qysh e kemi Zvicrën? Mirë me diell. Me diell. Zvicra neutrale. Hajde të regom ti çka nuk e plak Njazin. Po, Njazia thot kështu. Po më çudit që nuk e tha dejtash dikush, po gruaja nuk plak. I pari e ka dhonë. Vonje. S'na ka dëgju prej fillimit, E ka koll lojën Joni. Pas ka fol para mia se dikush e tha para ti që mendon njëjtë si ti. Po s'ka lidhje, pranohet edhe përgjigja jote. E mas grus çka po mendon tjetër që është kundër plakjes? Përveç që spjefit. Harmonia bashkëtorë një. Okej. Familja, nëse ketë në rregull janë 2, e tjerë ka shumë faktorë. Lista e gjatë. E në Swiss Diamond për shembull me shku në për pishina, mu fladit ka pak, naj masazh, naj terapi, naj atë nimojnë këto mos mu flak? Jo. Po jo. Po pra. No, si shpirtin. Faleminderit Njazi, të përshëndesim shumë, e paqë gjithmonë këtë harmoni. Faleminderit. Ajo gjatë për 20 spak ashtu e me kut plak ajo. Në plus kanë produkte për trajtimet fytyrës, mandej me produkte super cilësore, mos me hi anej. Qa e kësha quqit fytyrë me këshyra mujnë me regullu. A mujnë me regullu, po. Po me thonë që je pak vonë, po mujnë me të ntuna i sa. Hajde në ndresnë në a mund këshin thonë je në kohën e duhur. Ty të kishin thonë, do më thonë s'ka qka me preke se që ja para prim, jo kanë qka preke, qka dush. Leti filterat e televizorit. Jo, s'ka hish filtera. Filterat e snepit këto. E na dole dhe pas edhe pa u regulluesht, të mbrojnë a hish televizion. Ka një mesazh tim. Kejt pullat e këmishës besa, po? Po, ka një mesazh që zakonisht nuk i lexojnë në pjesën e parë. Amo ke shumë simpatike, po du me lexu se kur ke shtu fladit me këto, që është jo politik, u ndërlidh ke me mesazhin. Çka tha? Kur si këshyr lajmet. Që lajmet me këshyr po veç atë pjesën e politikës me mujt me hek. Po tash çka ka lajme tjera të na veç kallzëm. Në fund të lajmeve, një 5 minuta ki diçka rubrik sportit ose diçka interesant për ndryshe 30.
Shumë pak, ha? Për ndryshe, sa zgjasin edicionet e lajmeve, 30 minuta ma shumë, i ki komplet për politik. Kështu që e ka shumë mirë ky ekspersoni, që është pa emër, që nëse zikqyr lajmet nuk plakësh. Rap, tap, kishë që po të pregadisim. Ato jenë të parat. Po pregadisim. Edhe i dramatizojnë hala ma shumë, sidomos të për mediat e shkrume. Kështu që mos lexoni lajmet negative, kronikat e zeza, ndo që mos mu plak. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje edhe për juve. Ku je Joz? Që thonë të shpija për gojëlloj për mara. A e ke ndrejsh tavolinën, po? Që thash ja nisi se... Ka dalë, mos u got. Zuk si ka fillëm zuk. O ka bret më fladit pak, ka dalë, ani në zumë, se na do me thonë spedina kur pianisëm, veç na të në zunëm, si bora dimnit, a di kur po thonë na në zuni pa pregadit. A e 10 orë ata na në zuni pa pregadit, ka dashtë në korrekt me rabora? S'po bjan borë. Që ti? Për që ata po habit me. Edhe apet për na që ditë. O Joz, qka nuk të plak? E ka shumë sene, po edhe shumë sene të një o falem. Por, ja, po edhe garderoba, bre. Edhe garderoba, bre, stilis të plak, bre, Joz, e vërtet është, bre, Joz. Për e shet di kë Joz dvesht, ndresht, tu spja i sja jap qëto vjeta, e ki mundësin me menu, apo dënë me udok si maj vjetër, apo dënë me udok si maj ri. Apo guptan, apo dënë qysh po dënë. Tash ka garderob mjaftueshëm. Ka, me të thjet ka, edhe janë shumë lirë. Po pra. Ama do dhe për te projnë. Hec me te projnë. Hajtë bre që t'ju vjen juve ma mirë mos t'jam njërë. Pa jo, bre, pse, po ki shef atë të hek edhe me donë. Që unë sëti përdeva të pantolla shkurt, nima i pak ma ndryshit, i shka një... A i ke blek si t'gjona jos? Unë për unë e numra ku më bëllë, për të do numra të vëshën mi pasë për kënish. Dhe i nërgua miku. O Joz. Se dikush po veshët me pantolla, po tani rrëtës. Po pingre. Qënë të nalt. Pingre, me po me mi po mu dhe më thonë, deri të gujti ka. O Joz. Faleminderit që na ke thirr. E shpesh gruja më kritikon të thjesha, po nuk mëjmë i vesh do thjesha se ka një ngjyrë, sukur në dhëm ku ta ka kthy tymi. Po po të kuptoj. Edhe ajo tavolina jote nuk të plak. Apo? Absolut, jo. Po, ç'ashtu. Kjo mandë, kjo krejt ditën që ati unë edhe besëmni se po thëmë edhe me ju shpesh që aty i rigjeneron qelizat Joza. Absolut. I myta të këqijat. Qef ju në sëtë sa bukur o vesh. O, falimderit. Ka tranu krej. Si të rëndafili bardh, kushta? Po, të rëndafili bardh unë i kush lidhe me të kush spata. Faleminderit shumë, përshëndes shumë, je i mrekullueshëm. Ciao, kalos mirë. Faleminderit Joz. Po dhe aksesorët e mira ndikojnë. Po pra. Në pamjen e jashtme që thamë si veç u përmend garderoba. Aksesorët nga ari 18 ose 14 karat ose edhe diamantët i gjeni në Rubinin e keni në Albin, në qendër qytetit edhe në Ferizaj. Hajde telefonatën tjetër po e presim pas ka ku edhe pak se menova që jena ka fundi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, po të ki komu plak, edhe halaje i rime na tregu për këto tema. Që tjetra? Nështë ta e kish pas në e përgjigje interesant, po plus 18. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, Gane. Si jeni, si kalone? Mirë, falimderit. Pak po muj me imaginu se çka ki me thonë. A të thëmë të këshyra pja qëlloj? Hajt. Pozitiviteti? Ajo po edhe një... A ki me shtu në i sen? Një grimi thjesht që do kësh bukur edhe buzëqeshje mbranshme. Okej, një grim i letë, ti po i referosh vetës. Me buzëqesh mbranshme kështu me gojmë sheda, me kesh pa dhëm. Mbrana i bje me buzëqesh. E mbranshme kjo po dhët buzëqeshme, jo kjo është e jashme, të po të asho buzëqeshet. E mbranshme ja qysh është. Për të keshin sytë është e shpria. Buzëqesh mbrana, jo, jashtë. Mune është me qeshë Shone edhe buzëqeshja e brendshme. Ja, Gane, na pa e qitë dhëmt pa e prish mikrofonin s'na numërohet. Jo më Gane, mos e moj buzëqeshin që të jashtë. Edhe një pamje thjesht dhe një grimi thjesht që duke është bukur. Okej, thjeshtësia me i rak kështu shkurt me ndonë që nuk të plak. Po, mos me të pru me kësi sa me trona, si do mos vera kështu heq se do kështu. Shumë e mirë përgjigja, po më pëlqen, përveç pozitivitetit. Ama qëto e ndrove se garant pozitivitetin e kështë thonë të parën, po hajtë. Pa, jo s'ka diskutim e para është. Pozitiviteti dhe thjeshtësia. Shumë përgjigjet mira.
Po, edhe ti Fiona po dukesh bukur edhe ti Arsen. Faleminderit, ama Fiona e para. To mali përshëndes. Ama edhe ti Fiona, kështu që unë e para, ti e dytë Arsimi i treti. Edhe ti, jo, e para ke për veti. Po de, e para ke për gonën. Po, edhe ti, edhe Arsimi tani. Po, Arsimi do të thonë hajde mos na idhmon, se jo për diçka. Mos më nol telefonin. Përndryshe ata që janë matrisë 18 me na shiku, po me na shkru ndoshin. Po me na telefonu jo, se temat i kemi do më thonë tilla, nuk mundet me na tregu dikush që i ka 12 vjet, çka nuk plak, kur ai halo do më thonë as nuk u rrit. As luletrinis jo, po të fëmiris. Na ju përshofim, ju dojna shumë, jeni shumë mirë. Në kryshkollat Arsimi në vështia, nuk kanë çka me bo. Ju lutem, po me pas konsiderat, edhe me na shiku. Do gjoni merrnim sim pak. Nuk të plak edhe një 27 gram protein ditje me i marr. Po, se t'japim protein, edhe ju që doni me marr proteinën më të mirë përmes pijeve, Zoti e ka linjen më të mirë protein llojit të saj përket pijeve, budinkut me shije të ndryshme, se kështu ja kështu do karamele, çokoladë, plus nuk janë me kësi aroma, me kësi senë ngjyra, pa gluten, pa laktozë, plus pa sheqer. Original. Që shkaktari kryesor i plakjes, sheqeri. Sheqeri, a? Yes. Pse ta bëjnë një shumë i ëmbël? Pa s'do më thosh se s'po të çej plak. Nëse, alo, përshëndetje. Plak jo. Kush na përshëndet? Plak jo. Ramis Fatiu nga Divioni. Hajde Ami, tregona çka nuk të plak. O nuk s'plokin gojde të vë. Gojde plakësh me shpejtësi. Qysh nuk të plakin gojle, do të me pas gojle për mos mu plaka? O, mos me pas gojle heq, mos mu vajdu me takni për shak. Okej, do më thonë, mos me pas gojle nuk plakësh. Qysh mi a bo mos me pas gojle? A ka njeri pa gojle? Unë i kam 65 vjetë dhe që ku menua kam për nesër. Ti të kam për nesër e sjep zyët. Që kjo është mos me pas gojle? Unë 15 vjetë jam nuk ju m'plak heq. Ti shakon veç 2 ditë se ti. Faleminderit shumë, përshëndes shumë, je i mrekullueshëm. S'pas ka kredi, po ç'është thamre kur kush mos me pas kredi vre. Nuk të plak bre. Qendriti jon djalë i ri për shembull, deri tash ka jetu jetën i lumtur i ri. Edhe sa ditë të bënë që aprovu kredia? 2. Eci. Se shpo kesh? 15 vjet maj vjetër është. Welcome to the club, Endrit. Jo, nuk, unë besoj që... Prej kësa jave është 30 plus. Jo, unë besoj që krediti nuk të plak. Ti e ashtu e tonë vetën që t'jep energji me punu ma shumë, me fitu ma shumë. Kjo është ashtu e timi joti që jeti që tu. Po dhe po s'ka lidhe. Vete dikon që s'është në kredit, kalzon. Përse edhe qaj shike hini. Ka një venjeri, në vishë për nesër tha menoj, dhe s'mi intereson për më largë. Mas nesër dhe s'u mi intereson. Endrit në falë 30 plus, po 40 plus. Okej, 50. Se e lash pak si pak. 15 vjet. Që telefonata tjetër vijon? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon, Apedin? Apedin? Pediti, Apedin? Unë Pedi. Qëshje? Mirë, faleminderit. Apedin, harrum dhe i tash me përmend edhe ujë me pi sa më shumë, është një prej arsyeve ose ndihmesave më të mëdha për mos mu plak. A e din? Apedin? Po Pedi. Qashtu, ujin kualitativ, sidomos kur i ke të freskët si na këtu në studio, të ndihmon shumë mos mu plak. Tregon ti çka mendon? Ujë rrugove ose ujë bajgore? Ujë rrugove më e mira, e për të bajgorës këtu s'na ka qellu ngat. Allah e mirë është. Hajde tregom ti çka mendon që nuk e plak Abedinin ose në përgjithësi një person. Përgjithësi kur ju shoh juve dyve nuk plak asnjëherë. Jena tu trinu po thua? Unë po ta bëj ngom Abedin. E kam njerë me bëni foto me Fionën me ta dërgu. Pa pas qit efekt për një merë. Faleminderit. Kush na këshyr një jek një 5 vjet. U kry. Çka më bëu se më dhënia? Një foto unë ti a dërgojna. Besa me in në Instagram te unë ose te Fiona e Xhona i foto që e kena bashk. Po mëre. Ja, çama ne këthe. Po. E chat wallpaper në telefon kë, e chat në wallpaper edhe sa të këshyr telefonin. Live edhe ja dërgojna tani apo shihet? Po. Ç'është kështu? Ç'tash ta bedim për pak me post çit numër që. Rregoti. Tjetër përveç neve, Abedin, se pranoj këtë përgjigje me komplimente. Se pranoj. Këtë dronë, kur të kjesh të mirë, nuk plakësh kur. Edhe ti e mendimit që gruaja e mirë nuk plak. Po. E këta që plakën para kuaj, po thu që krejt gruaja i ka fajet, ha? Ja, nuk i ka krejt gruaja fajet. Në dikon. As dhe dikon. Varet qysh është burri edhe gruaja. Këto mire kim. Abedin, faleminderit shumë, përshëndes. Abedin, përshëndes.
Ciao, tung, ja dërgova foton deri sa kem të fol, domethën, Avellini vishe pranoi foton atje. Hajde telefonata e rallës, kush na telefonon? Alo, përshëndetje. Arsim Shoki, ai në lok. Çe kush nuk plakët kur. Çështu, njëri investon. Jo më plak, i ka bo flok kashurrel. Investon sy, ka hek syzat jo se une. E ka ndru kret krohën e ri e ka qit. Lak, ka thonë. Hekër bre hekër. Allah, çe kush njëri që s'plakët. Ahmet, çu shkon? Valloj mirë shumë që kam juve. Mirë me thonë thuj se super. Ja, ka kështë ja për ma mirë më s'ka se qysh. Qysh ke kalu sot? Allah e arse mirë, alhamdulillah pe Allah e vetë zëtë skate. O, Ahmet, por tha, qka nuk të plak ty? O du me dit. Ahmet është një prej atyne, do më thonë që... Se kur ta shë, jara unë në gjellë hera këtev, të më qitë të më lërez. Ato luma, po qysh më plak, Arsim, haj qysh. Po qysh më plak dhe bash mirë. Do më thonë... Amri, këtove ma gjë. Gruja thëm plak, sëm le më plak. Si sheqerit plak, që këto s'te plak, do më thonë këto e mon atje ku duha. Ajo ja bon me pak sheqer, po ideja është kush pja bon. Të më lërizin pa sheqer pe homi, Arsim. Po pa sheqer pe anti, aj me konë si kishin thonë të më lëriz. O, me të metë për maskë, nuk e din alo këto të lërizat e ri. Të lëm tani, aj pe amëlzën të lëm. Se amëlzën e ndresh. Po të dhumi për në rejsh valloj Arsim. Po ti ideja ti tërkon është Arsim. Po pediune shumë mirë. Po tina da shpjelli se të mlorizi. Po tu lumi krejt pediune. O Ahmet, të përshofi, faleminderit shumë që na ke thirrur. Edhe unë një përshëndes shumë Arsim. Kesh një 4 det, po s'mujta me tirë se kesh në Kosovë një 4 det. Ska lidhje, nuk është hera par. Nuk është hera par kjo, ska lidhje. Jena mësu Ahmet. Lena qelsi në tepeti për tjera në rregull jena. Ja, s'ka problem të qesin e dikosh. U kry, faleminderit shumë. Hajde ju përshëndes shumë Arsim. Qysh është ajo ish libedisht. Tung kalof shumë mirë. Hajde qes. Ciao, qes, au fiderze. Qështë e vetë Ametin, a para buke, a mas buke? Ta më lorizin. Jo, eleve. Qështë ka qef, dhuj? Eleve, qysh. Hajde po e morim telefonatën e fundit. Qash kena ku? E nda që mos mu dok ose mu rinu ka pak të jetat, se me dhe flok të luj një rol shumë të rëndësishëm se që shdokësh, a dokësh ma e reja, ma e vjetër, kështu që shkoni të jeta, krejt ju që keni nevoj për termine, për këtë verë, për das ma hengje e të jem. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, kush na telefonon? Përshëndetje, Fatmirja. Fatmire, je telefonusja e fundit për sot. Ose e para fundit, e këshyrim sa për zonë. Po, hajde të rëgëm diçka me ndonë që nuk e plak Fatmiren. Dëgjam, si pas mendimit e më kohë shumë faktor, por numër ne për mu është puna. Bravo. Se njeri ju angazhohet, i shkon punë, nuk e din kur sovjetiki, punon, rregullohesh ase mirë, po për më të plak mas shumë ti, mu mendon që ndërhyrjet artificiale çka janë për shembull, këto botoksat e këto të shkatrojnë ata plakun fytyrën shumë më shpejt, edhe ushtrimet natyrë. Unë për shembull si pensionere që pas përmeni ushtrimet, ha? E tha dikush aktivitetin fizik, po edhe ece, boj ushtrime, aty të tërkbosha e më shumë të mira, edhe ushtrimet natyrë. Do më thonë najtë postër, jo ushtrimet gjithë konë, apo këmëtan. Natyrë, ti po thue rrethume me gjilbreme, me ajrë të postër, këto ndikojnë ma mirë. Shumë e mirë përgjigja. Faleminderit shumë Fatmire. Faleminderit për përgjigjen. Pritë e morëm pas ka shku. Okej, se thash mos po mujna me morë dhe një telefonat se vishë e pranun, po nejse. Faleminderit shumë për telefonatat, faleminderit për mesazhet që i keni dërguar, pjesën e dytë i lexojna. Mos harroni nesër të njëjtën kohë, mund të më na telefonu me temën e re. Deri nesër mos harroni me bë ato që do të më bëj gjithmonë me shumë dashni, paqet, plot shëndet. Ju që përëndishni për mes ekranit, mos harroni me na ndjek në rrjetet tona sociale, në YouTube e keni kanalin ton Glam Radio 86 FM, edhe në Instagram, në Facebook, edhe në TikTok e keni Glamin me gjitha emisionet tona, edhe njoftimet tona ditore, edhe lajme të shumta. Ju që s'keni mundësi me vazhdu dhe me na dëgju për mes radios, shihemi nesër prej orës 16.